ana tjetër, ne kemi marrë informacione që ndaj subjektit Belinda Balluku tashmë e shpallur e pandehur, ka filluar dhe hetimi pasuror dhe këto janë arsyet që ne na detyruan që t'i shkojmë sot Spakut me një kallëzim shtesë dhe këtë kallëzim shtesë penal ja kemi adresuar pikërisht prokurorit Dritan Prençi, por edhe referuar faktit që në rrugë jo zyrtare jemi informuar që Spaku nëpërmjet prokurorit Prençi është drejtuar Kuvendit Shqipërisë me një kërkesë të dytë për heqjen e imunitetit dhe po këto informacione na kanë thënë që ka edhe shtim të akuzave, pra është rënduar pozita juridike e të pandehurës Belinda Balluku. Duke parë dhe zhvillimet e fundit për Gjilan. Në këto raste patjetër janë dhe është një fragment shumë i vogël, pjesa e vilës e cila u bë publike, në fakt u bë edhe më shumë për shkak të marrjes së pandehur edhe të ish futbollistit Iglitara, po nga ana tjetër ju siguroj që dosja Balluku ka shumë të dhëna të forta, sensitive, të cilat në fakt jo vetëm kanë një ndikim shumë të madh në aferën që është bërë me jo rastisht e kemi quajtur superministri, ka pas 10 miliard euro tendera, për cilat në fakt Spakut i lind detyrë që t'jetoj dhe ne sot në këtë shtesë kallëzimi penal kemi ngritur edhe bindjen për te i dyshimit të arsyeshëm që edhe nëse Spaku nuk e ka dërzuar këtë shkresë në kuvend, kjo dosje është një arsye më se e justifikueshme që ditën e hënë prokurori... Pra mund të ketë një tjetër kërkesë sepse është artikuluar edhe nga politika. Patjetër sepse e para njerë rruga tjetër që i mbetet Spakut, i mbetet që ato drynin që unë e vura në mënyrë simbolike, ta vendosi vetë Klodian Braho, edhe nuk ka më pse ekziston Spaku, për sa kohë që Spaku shkon me një kërkesë dhe që nga 12 marsi, në fakt e kam thënë disa herë, deri më sot ne nuk kemi parë asnjë veprim real, konkret, aktiv në lidhje me këtë dosje. Megjithatë unë shpresoj që t'jenë bërë veprimet e duhura, hetimi i thelluar në çdo sektor, por nga ana tjetër edhe referuar informacioneve që kam lidhur me hetimin pasuror të pandehurës Balluku, unë besoj fort që edhe nëse nuk është çuar kjo kërkesë, shumë shpejt kjo kërkesë do shkoj në dyert e kuvendit dhe pastaj duhen deputetët të tregojnë që janë në krahun e drejtësisë apo janë në krahun e të pandehurës Belinda Balluku. Po kështu, ne kemi kërkuar që përveç të pandehurës Belinda Balluku të regjistrohen dhe kallëzime penale për 2 ministrat, qoftë Anila Denaj, qoftë Petrit Malaj, por kemi thënë edhe çdo person tjetër i pa identifikuar për nesh. Edhe këto kanë firmosur dhe këto kanë apo kanë vijuar? Kanë firmosur, kanë bërë ushtrim të ndikimit palishëm, kemi depozituar sot gjithë korrespondencën midis institucioneve, kemi depozituar sot dhe shkeljen e ligjit që kanë bërë.